Bashkia e Tiranës thotë se ndotja në kryeqytet po ulet. Disa matje të bëra në javët e para të 2017 dhe disa shifra të bëra publike nga ky institucion tregojnë se niveli i grimcave mikroskopike që tregojnë ndotjen ka qenë më i ulët në ajër. Kryeqyteti rezulton të jetë qendra urbane më e ndotur e Shqipërisë dhe shkaktar kryesor të ndotjes së ajrit të saj tej standardeve të Bashkimit Evropian ka automjetet. Ky përfundim del nga matjet e bëra nga java në javë, ku ndotja e ajrit është ulur me 10%, por tregues gjatë këtyre matjeve kanë qenë fundjavat. Në këtë periudhë të javës, Tirana rezulton të ketë më pak qarkullim të automjeteve dhe si rrjedhoi edhe niveli ndotjes është më i ulët. Bashkia në një deklaratë për mediat, pas kryerjes së këtyre matjeve nxit qytetarët që të lëvizin sa më pak me automjete në Tiranë. Në ndihmë të uljes së ndotjes, ky institucion thotë se ka nisur ndërtimin e 10 kilometrave korsi të dedikuar për biçikletat. Parisi ka nisur aplikimin e një skeme të re të kufizimeve në trafik duke përdorur pulla me ngjyra në një përpjekje për të përmirësuar cilësinë e ajrit, pasi kryeqyteti francez është përballur me një seri rekordesh për sa i takon niveleve të ndotjes. Një pjesë e madhe e Francës në fakt ka përjetuar nivele të larta të pjesësave që dëmtojnë shëndetin, që emetohen nga trafiku rrugor, veçanërisht nga motorët dizel. Parisi bëhet kështu i pari qytet francez që lançon sistemin e pullave Crit Air, që detyron të gjitha makinat që të kenë një pullë ngjitse me një ngjyrë të koduar që tregon moshën dhe nivelin e ndotjes. Pullat do të lejojnë policin që të kontrollojë se cilat mjete mund të qarkullojnë në qendër të qytetit. Deri më tani Parisi ndalonte qarkullimin e makinave mbi bazën e numrave tek apo çift të targave, por autoritetet shpresojnë se kjo skemë re do të lejojë që të kufizojnë sadopak kërcënimin nga ndotja. Çdo shofer duhet të porosisë pullën online. Kjo e fundit i kategorizon mjetet mbi bazën e moshës, gazrave që lëshojnë dhe burimit të energjisë që përdorin. Sa më pak që një mjet ndot, aq më i lirshëm është pronari i tij që të qarkullojë në kryeqytet.